Dëgjues të dashur, do të vazhdojmë mëngjesin këtu në Radio Kosovë me mysafirin në studio. Do të flasim sot për një ngjarje të bukur. Niko Qirë është Instituti Albanologjik në Prishtinë. Bëhet fjalë për Kongresin Ndërkombëtar Shkencor të Muzikës, ku do të marrin pjesë ekspertë të fushave të ndryshme, të disa fushave, të muzikologjisë, etnomuzikologjisë, etnologjisë nga disa vende. Instituti Albanologjik do të jetë Niko Qirë, aty do t'i mbledh bashkë të gjitha ata që do të diskutojnë modalitete në këto fusha. Kam kënaqësinë të bisedoj në këtë mëngjes me zotin Krenar Doli, asistent profesor doktor në këtë institut, etnomuzikolog. Profesor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe për kujdesin. Një ngjarje, të lutem e shojmë mikrofone. Ja, këtu. E rregullojmë tani, edhe njerë, faleminderit shumë që gjetët kohë të vini, edhe shumë kënaqësi me ju pas me bisedu për ngjarje të bukura si këtij lloji i këtij kongresi. Faleminderit edhe herë për kujdesin dhe për gjithçka tjetër. I keni mbledhur ekspertë nga disa vende, si keni menduar mbajtjen e këtij kongresi? Po të them drejtën, ky është edicioni 5 i kongresit të muzikës ndërkombëtar Rast. Që është, kongresi ka ardhur si rezultat i shumë platformave akademike që shtëpia botuese që është organizatore e kësaj ngjarje të madhe i ka në dispozicion, dhe kjo revista Rast është revistë e indeksuar në Skopus, ku ne me thon drejtën së bashku me disa kolegë tjerë nga Kosova, këto 2 vjet e fundit jemi prezent qoftë me shkrimet tona dhe qoftë me paraqitjet tona. Dhe e pam të udhës që bashkë me organizatorin që është profesor doktor Hasan Tortop, ta organizojmë edhe Niko Qirë të jetë Prishtina. Sa mirë. Keni identifikuar në studimet që bëni çka ka të përbashkët Prishtina me këto qendra tjera, nga këto vende që vijnë që nga Turqia, nga Polonia, Shtetet Bashkuara, nga Shqipëria, Ukraina, vende tjera? Jo vetëm këto janë vetëm ato që ne kemi definuar te njoftimi, po ka dhe studius me renome ndërkombëtare që vijnë edhe nga vende tjera. Domethënë është një platformë mjaft e zhvilluar, që si vjetë, si që thamë, patëm fatin që dhe ne t'jemi Niko Qirë kësaj ngjarje, ku ne do të prezentojmë të arriturat tona, po duhet të potencohet fakti që ne së bashku me kolegët, me profesoreshën Reze Kryezehur Berzinsa, kemi themeluar edhe një revistë për muzikën e Kosovës, kulturën dhe muzikën e Kosovës, që 2 numrat e parë vetëm i kemi prezentuar. Është një revistë periodike që domethënë që botohet 2 herë në vit, në muajin mars, në fund të muajit mars dhe në fund të muajit shtator, dhe edhe ky kongres është një prej qëllimeve që ne të prezantojmë të arriturat tona, domethënë që lidhen kryekput me muzikën tradicionale dhe muzikën e kultivuar në vendin tonë. Çka thon kërkimet apo studimet më të reja në këtë fushë në Institutin Albanologjik? Po të them drejtën, ne jemi një grup që nuk kemi jemi disa që mirën me muzikën e tradicionale, po jemi disa që mirën me muzikën e kultivuar ose me muzikologji. Dhe qëllimi i krejt kësaj pune është që muzika jon të plasohet dhe të jetë një prej referencave të rëndësishme edhe të studiusve ndërkombëtar. Ku dihet mirëfilli që gëzojmë një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore, qoftë në muzikë, qoftë në kulturë, dhe qëllimi jon ose misioni jon është që këta ta plasojmë edhe për studiusit, që edhe ata t'i gjejnë në referencat e tyre, në për bibliografitë e tyre. Ka një interesim nga studiusit? Patjetër që ne jemi vetëm, domethënë fokusi jon këto 2-3 vjet e fundit ka marrë, është një ritëm pak më i shpejtuar dhe e shohim që impakti fillestar është shumë i mirë. Me thonë drejtën, fillimet kanë qenë shumë të vështira, sepse ka pas njerëz që nuk kanë ditë, për shembull. Kemi pas të lashën në Kirgjistan dhe në Azerbajxhan me studius rus dhe me tjerë që nuk e kishin, nuk mushin mu prezentu si Republikë e Kosovës, dhe tashmë janë thy do barjera, po me thonë drejtën është në fillimet e veta edhe
kongresi, domethënë ne si produkt këtij kongresi, po edhe me revistën dhe të shohim si do zhvillojmë. Po. Qëllimi është të mos ndalet këtu, po edhe në bazë të Sa planeve. interes të shërbejnë këto referenca në arenën ndërkombëtare sa i përket zhvillimit të fushës së muzikologjisë që ka vendi? Patjetër që për ne është një sfidë shumë e interes kur dihet mirëfillit që kjo tash është platformë mjaft e zhvilluar qoftë edhe në revistat që janë më së të indeksuar, qoftë në Skopos edhe në për platforma të tjera. Dhe qëllimi edhe joni, edhe i kësaj reviste është që shumë shpejt të futet edhe në këto platforma që të jetë një referencë shumë e arrirë edhe për studius të tjerë. Kemi bashkëpunim, qoftë me studius nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë edhe qoftë nga vende tjera që janë domethënë mentor ton tek këtij kongresi edhe të revistave që profesor Hasani ka në dispozicion. Po, desha me u ndal pak zoti Doli për kërkimet që i bëni ju të rinjt në Institutin Albanologjik, keni një bazë besoj të konsiderueshme që është punuar me vjet aty, një arkiv të pasur, ju ka mbetur pa kërkuar, ju del diçka e re në terren që duhet ta prekni, ta studioni, ta arkivoni? Padyshim që ka shumë për të bërë, domethënë duhet të nisemi prej kërkimeve shkencore që kanë bërë para arsit tonë, domethënë qoftë studius eminent fushës, ne siç e potencuat jemi pjesë e degës folklore, sektorit të etnomuzikologjisë dhe qëllimi jon është që muzika tradicionale edhe muzika e qyteteve të mlidhet. Unë fokusin e kam me muzikën urbane dhe jam të punu me ndikimet e muzikës në hang në për qytetet e zhvilluara shqiptare, duke marrë rastin e Beratit, Elbasanit, Shkodrës dhe Gjakovës. Tu e gjetë pikat e përbashkëta. Kanë këto pikat e përbashkëta? Normalisht që kanë, se siç dihet kanë japë shumë njëra me tjetrën. Berati na del që është një qytet shumë i konsoliduar, po që për disa çështje nuk ju ka jap ajo merita. Çfarë histori ka? Kur kthehet në histori? Merita edhe ne kemi arrit që të shkojmë deri te shekulli 18 dhe e gjejmë që muzikantët më të mëdhenj, qoftë Gjakovës, qoftë Elbasanit, qoftë Shkodrës shkojnë mbledhin, domethënë ka qenë një qendër e rëndësishme urbane asaj kohe në kuadër të perandorisë osmane dhe mbijnë kontakt edhe me muzikën me tërë edhe mbledhin folklor dhe muzikë dhe binë në për qytetet nga vinë. Po. Edhe dal po të shoh ty këto Doli, a je e këtyre dalëve të Gjakovës? Jam jasaj trungi. Do të thonë atë trunge kia, po, të shkelzen Doli emra të njohur që vijnë nga ju familje. Është një shtytje tash një pak më personale për të studiuar kjo, apo e keni gjenin ju për të kultivuar? Kemi edhe prej babgjyshit që ka qenë pjesëtari i rendit, domethënë në kohën pas kohës së Merizës. Edhe qëllimi edhe i prezantimit tim është roli i shoqërisë kulturore artistike e Meriza në kuadër të rendit, ku dihet mirëfillit që muzika nuk ka pas vetëm funksion aktus, por ka pas edhe funksion social dhe funksione të tjera. Që siç dihet, Meriza që të gjithë pasunin e ka shkri për rujtjen, mbrojtjen dhe kultivimin e ahengut qytetit Gjakovës. Nga këto vende që vinë sot në Prishtinë, kush e ka më të vjetrën, ndoshta nga kërkimet që keni bërë, këtë fushë më të zhvilluar? Po janë vendet konsoliduar, domethënë që domethënë janë vende të pranuara në UNESCO dhe që kanë japur një kontribut të jashtëzakonshëm që është i marrë me trashëgimin jo vetëm muzikore, por kulturor në përgjithësi dhe padyshim që do të jetë një ngjarje me interes dhe janë këto të arriturat e studiusve janë më të mirë se ardha edhe pra ne si studius të rritë. A keni vetëm sot punimet edhe nesër? Edhe nesër. Kishte një program të gjerë të gjithë atyre që do të paraqesin punimet e kërkimet e tyre në këtë kongres. Sigurisht ju do ta botoni pastaj përmbajtjen e këtij kongresi që do t'ju shërbejë si referencë. Profesor, ju uroj punë të mbarë, ju përgëzoj për gjithë këtë punë që keni bërë, besoj që keni me pas si referencë edhe për student në këto fusha. Ka student të interesuar që bëjnë studime? Jo në masën që duhet, po nuk është që
Po, them drejtën, kjo është një fushë që kërkon një farë përkraje qoftë materialet, domethënë ulëmtimi shkencor dhe e shoh që te gjeneratat e reja ka ngecje, po e tham edhe herë që qëllimi jonë është që ti shtym, domethënë. E kemi kuptuar si punë misioni dhe qëllimi jonë është të përcillet edhe te brezit që do të vinë pas nesh. Mbarësi e shumë sukses. Faleminderit shumë, faleminderit për pyetjen. Shumë faleminderit për mëngjesin në Radio Kosovë. Dëgjues të dashur, ishim në intervistë me asistent profesor doktor Krenar Dolin, etnomuzikolog. Sot Instituti Albanologjik në Prishtinë mban kongresin e 5, edicionin e 5 të Kongresit Ndërkombëtar Shkencor të Muzikës, me një pjesëmarrje të gjerë të studiuesve nga fusha të ndryshme, nga disa vende si nga Turqia, Polonia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Shqipëria, Ukraina e vende të tjera. Aty do të bëhen bashk etnomuzikolog, muzikolog e etnolog për të diskutuar kërkimet më të reja që mund të kenë bërë studiuesit e këtyre fushave.